Profesor, faleminderit dhe mirë se vjen. Mirë se vjeta. Besoj ka qenë një rubrik me një impakt të mirë si ka ardhur te kjo. Po në fillim unë nisi me ndroje, por me shumë nostalgji, pasi u risol edhe një herë mbas shumë vitesh bashkëpunimi me Evën në një rubrik të ngjashme me leksionet të dansit. Dhe po ndodh sërish mbas kaq vitesh. Mirë, mua vjen mirë që ne e kemi risjell sot dhe vjen bukur dhe vjen shumë e rëpritur dhe për teleshikuesit. Se sot do të tregojmë hapat që duhet për të mësuar cha-cha-chan. Po, hapat kanë edhe histori. Dhe historia vjen sërish nga Kuba, rreth viteve 1950. Sa duket aty pas kanë zanafillën të gjitha kërcimet latine. Po, sepse gërshetojnë shumë kultura, afrikane, mesdhetare, arabe, spanjole, italiane, pse jo, dhe sjellin atë çka është latin-amerikan dans. Dhe ashtu siç kemi folur për rumban, për salsan, për kësaj radhe flasim për cha-chan, e cila është derivat i rumbës, sepse ka shumë ngjashmëri në strukturë të hapave, por në ritmik dallon. Ashtu siç e kemi shpjeguar që numërimi ndoshta e konfuzon pak ushtrusin, po kur thuhet shpejt nga dal, ose shpejt nga dal, shpejt, pra këto kombinime të zëshme janë më përshtatshme për ushtrusin se sa numërimi ushtarakisht. Po, cilat janë vendet ku kërcehet më shumë? Në Europë, flasis patjetër që në Amerikën Latine besoj që dominojnë kërcimet të tilla, po edhe në Europë vitet e fundit kanë filluar të jenë shumë prezente. Shumë vite, gati një shekull më parë, kanë mbritur në Europë, edhe në Europë, sepse është degustuar në Boston, siç kemi thënë, nga Amerika Latine në Boston, nga Boston i Paris, vjen edhe Rom, pse jo. Dhe në 1950-ën mbriti tashmë vallëzimi ynë i sotëm, cha-cha-cha. Por vallëzimet e tjera kanë mbritur më herët. Dhe krijimtaria e këtij zhanri, siç tham, është bazuar ke rumba, e cila është më e hershme. Por ne praktikisht do ta ushtrojmë, do bëjmë disa figura me radhë dhe në fund do themi që kjo ishte koreografia jonë. Po a ka në këto vite, a ka pësuar edhe ndryshime? Edhe a është normali që hapat kërcimit të pësoj edhe zhvillim ndryshim? Përshtatje në base me vendin ku hapat janë strikt po ato, sepse është shkollë kulturore, është një kulturë e një vendi e difuzuar e përhapur në gjithë botën. Por hapat janë por ato. Ndryshimi ka të bëjë ke karakteri nacional që jep individi. Ndryshe paraqitet një rus apo ruse, ndryshe paraqitet një latin-amerikan ose një parizien. Por gjithsesi kjo veshje e karakterit përkatës nuk cënon teknikën e cha-chas. Shohim ndërkohë që në ekran të shfaqet dhe regjia një foto që është edhe pas krahëve tanë Leduol dhe padyshim që veshjet janë një element shumë i rëndësishëm, jo vetëm kulturor, por gjithashtu për të plotësuar të gjithë kërcimin edhe të gjithë këtë kulturë të bukur të cha-chas. Këto janë veshjet klasike të kërcimit të cha-chas, pra shumë pek, fustanet të cilat janë të tillë me shumë veref. Në veshje tolerohet dhe ajo tolerancë mbrin edhe në studion tonë këtu, me veshjen tënde. Faleminderit. Që e kombinuar shumë bukur për një cha-cha të mirë fillë. Faleminderit. Është merit e kostumografes Jona Çuçi, ndaj dua ta falenderoj edhe për bashkëpunimin për gjatë gjithë këtij viti. Mirë, tani nisim. Nisim atëherë. Muzika gati, edhe tregojmë hapat. Duke u vendosur në profil me ekranin, ne do të vendosim përballë njëri tjetrit dhe hapat tona janë unë me të majtën para, por gjurin e përkull në mënyrë që e majta ime të kombinoj me djathën tënde, të bashkuara këmbët, por gjuri i përkullur. Këmbët ishin këtu, në bazë, vetëm gjuri i përkullet. Edhe njerë. Këmba në bazë, përkull vetëm gjurin, pa e të requr këmbën. Mbrapa, ti, para, 1, 2, 3. Unë mbrapa, para, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Shpejt, shpejt,
shpejt, shpejt, shpejt, ngadal, shpejt, 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 ngadal, shpejt, shpejt, shpejt. Tashti kalojmë në figurën e dytë, si që thamë. 1, qa, 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 2, 3, 1, 2, 3, shpejt, 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 ngadal, shpejt, shpejt, shpejt. Gati figura e dytë. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, shumë mirë kësaj radhe. 2, 1, 2, 3. Për të kaluar në figurë pasardhëse, mirë është konsolidohen këto dy figura, por ne do të demonstrojmë bashklidhur me këto. Atëherë, hapat e parë janë hapat ku partnerët duhet qëndrojnë përballë njëri tjetrit për të nisur më pas edhe për të ekzekutuar hapat që do të vinë, apo? Hapat bazë të figurës bazë... Unë po merja do të asprym, profesor, që të mundesh atë të ndiqja dhe të mos gaboja. Ndodhë sepse duke e dansuar për herë të parë, ashtu si që ndodhë me çdo individ. Edhe ti këtë provove që herën e përsëritjes u bë më mirë dhe të tretën akoma më mirë. Kjo do të ndodhë edhe më shumë në seancat e ardhshme, nëse do të ushtrohesh ritmikisht për çdo ditë javës, për dy javë. Besoj që na ka shërbyer në një farë mënyrë të gjitha këto orë të leksionit që kemi bërë çdo të premte, sepse duket sikur kur ti kap hapat, kanë një lloj ngjeshmërie me njëra tjetrën. Pra si bachata, si salsa, ë? Rumba, si që thamë edhe teorikisht, është bazë e këtij vallëzimi. Por në rumba, nëse ishte ngadal, edhe më shumë ngadal. Kurse këtu është ngadal, shpejt. Kështu që kjo përmendje me fjalë është më e përshtatshme edhe për ne edhe për publikun. Atëherë, do të kalojmë ke figura e tretë që do të pasoj, e cila është, kemi bërë deri tashti, bazën, 1, 2, 1, 2, 3, edhe njërë, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bashko. 3. Qa, 2, 3, qa, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Përballë tash i kemi punë tjetër. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Po nuk është njëjta, profesor? Kjo figurë që ne bëm ishte me hapje anash, por dhe me dorën lartë dhe konsiderohet si statuja e New Yorkut. Pra është një tjetër pozë. Si me pishtar në dorë, quhet New York. Atëherë, ekzekutojmë dhe një herë figurën e New Yorkut, pozën e New Yorkut. Atëherë, do të fillojmë nga hapat bazë. Është e treta kjo si... Kjo ishte e treta. 2, 3, 2, të janë hapat bazë. 3, qa, New York, 3, qa, 2, 3, sa më lartë dora. 2, 3, qa, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Kjo ishte e katërta, 1, 2, 3. Profesor, po, ju thatë që në momentin e pozës ku duhet të New York, New York, hapja e dorës pra si statuja e lirisë së New Yorkut, e bën vetë partneri apo të dy bashkë? Të dy bashkë. Por partneri duhet inicoj duke i dhënë një sinjal me dorë, kur do të kthehet dhe të kryej New Yorku në hapje, shtyn me shuplak në shuplak, shtyn, dhe kjo është një sinjal për të hapur. Ose, po me shuplak për të hapur nga mbrapa, me hapjen pas. E di çfarë, profesor, për gjatë këtyre javëve, patjetër që është shumë e rëndësishme edhe lidhja besoj që krijon apo gjuha e komunikimit që besoj partnerët krijojnë me njëri tjetrin. Sepse gjatë gjithë këtyre javëve kam kuptuar që partneri ndërkohë, ju në këtë rast, i jepni disa sinjale të tipit një shtrëngim apo një lërimi dorës për të kuptuar dhe për të dhënë shenjë që je gati për rrotullim. Gabohem apo është e vërtet? Ke shumë të drejtë, po unë do shtoj edhe këtë tjetërën që duhet një konduktor, ose konduktore, si që ti je, që ta bëjmë më të lehtë lesionin. Bukur. Kështu që... Mirë.
Atëherë, nisim dhe njëherë? Pa tjetër. Ritmi, regjia, faleminderit. 2, 3, ça. 2, 3. Nuk do përmendim fare tash kohët, se dalin ke ritmi. Profesor, unë do doja shumë që ta ndalim këtë moment, ose pse jo, a mund të kërcehet salsa edhe me një cha-cha edhe me një partnere tjetër? Njëkohësisht me dy Nëse do të vide partnere. Antoneta për shembull, çfarë mundemi tani të sjellim? Do t'ishte e vështirë ndoshta që Antoneta me që nuk I ka marrë këto mësime, por do t'a provokojmë, do t'a bëjmë. Shiko, për ta ndihmuar profesorin atë që nisi të thoshte, është e pamundur. Nuk kemi parë ndonjëherë një kërcim cha-cha-cha me 3 veta. Maksimumi një valle mund të hedhim 3 veta, po profesori nuk besoj që I pëlqen. Vallet në shtator. Nuk besoj që I pëlqen. Të gjitha fundjavat pra e premtja zakonisht ja kemi kushtuar këtyre kërcimeve, kryesisht me origjinë latine, megjithatë sezonin e ardhshëm nuk e dim se çfarë do të sjellim. Shiko, unë po ulem edhe njerë që t'ju lë të kërceni edhe njerë, se ishte shumë bukur. A do të provosh edhe njerë të tentosh kërcimin? Jo. Atmosfera u bë shumë e bukur në kërcimin tuaj. Atëherë, Antoneta, dakord, ne po e sjellim edhe njëherë dhe profesori rikujton edhe njëherë të gjitha hapat që duhet të ndiqni për të sjell kërcimet tuaja sipas mënyrës, dëshirës dhe formës, por duke ndjekur gjithmonë këshillat. Çak. 2, 3. 1, 2, 3. Rotullim të ashti, po pasi të bësh 3 hapa. 2, 3, ça. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Kemi rotullimi. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, kjo ishte. 1, 2, 3. Por, gjithmonë nuk duhet harrojmë të numërojnë me mend. Asnjëherë tha me sytë e mendjes. Me sytë e mendjes. Asnjëherë të mos ngatrohemi, po, për të ndjekur hapat. Mirë, profesor, nuk e di nëse do duash të ndash edhe diçka tjetër, se si ishte kjo eksperiencë në EJATN? Duke që se jemi dhe në fund. Unë erdha ke ju I ftuar, por unë ndjeva si e shtëpisë. Dhe ju falenderoj shumë për ftesën që më bët dhe për mundësitë që më dhatë që unë të shpërndaj leksione dansi për ata që nuk din, sepse gjithmonë në jetën time kam bërë mësim me nxënës që nuk din. Sepse ata që din nuk kanë nevojë të mësojnë. Ata që nuk din mund të shkojnë në kanalin zyrtar të RTS-s në YouTube edhe aty të gjenden në listën e programit EJATN, gjenden të gjitha shpjegimet dhe të gjitha leksionet që profesori ka dhënë për sa I përket kërcimeve të ndryshme, ndaj nëse doni të riktheni edhe një herë mund t'i shihni. Profesor, unë besoj që ne ja kemi arritur misionit ton, ju thatë që jeni ndjerësi në shtëpi, edhe shpresojmë shumë që kështu si ju me të gjithë teleshikuesit të kemi qenë vërtet një shoqëri e mirë edhe jeni ndjerësi në shtëpi me ne. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Tani, ky është momenti që na ikën gjua, se fillojmë emocionohemi e këto. Ishte një sezon shumë I bukur, miq, ky jetë ne. Urojmë që të jemi të reguar mirë se ardhës si që duhet edhe aqë sa që duhet. Kemi pasur shumë tëftuar, shumë miqë që na e bashkuar në studio, I kemi falenderuar gjithmonë, por do t'i falenderojmë edhe sot në mbyllje të sezonit për të gjithë kontributin, për punën e tyre edhe për prezencën në studion tonë. Faleminderit të gjithë ata që na kanë mirëpritur çdo ditë në ekranin e RTS-s në orën 10:30. Urojmë shumë që të keni marrë nga programi ynë të gjithë energjinë e mirë që ne jemi munduar të përcjellim dhe mbi të gjitha shumë argëtim, shumë informacion edhe shumë edukim. Kemi dashur shumë që të përcjellim të treja
këto element si, le të themi kështu, detyrën kryesore që media ka dhe RTS-ja ka. Ndaj urojmë shumë që t'ja kemi dalë. Faleminderit gjithashtu të gjithë stafit. Për të gjithë stafin dhe të gjithë bashkëpunëtorët që e vërtet, që na në suportin e tyre. Do doja të falenderoja gazetarët e emisionit. Ti përmendim, Mera? Unë mendoj që po të fillosh i përmendesh me emra do harrojmë dikë dhe megjithatë nëse ti ke dëshirë e mba përgjithësinë Antoneta pastaj. Falenderojmë gazetarët e emisionit, janë disa ata që me punën e tyre kanë arritur. Miguel, Anila dhe Lori. Okej, vetë nuk do të vetë ndroj mëndje. Do të falenderojmë dhe autoren Eva Idrizari, gjithashtu regjizoren Mandin, por edhe Besin i falenderojmë gjithashtu. Do të falenderojmë të gjithë operatorët që kemi këtu në studio edhe që na kanë nxjerr ato këndet më të bukura që ju në fund të keni një plan sa më të këndshëm estetik për të parë. Falenderim tjetër kemi për kë? Kemi për të gjithë ata që janë të shumë në fakt edhe unë nuk besoj që mundet t'i përmendim emrat, megjithatë falenderit të gjithë ju që keni kontribuar për të sjellë më të mirën e këtij programi dhe sigurisht patjetër dhe Shefredonin dhe sigurisht ka qenë një eksperiencë shumë e bukur televizive, ndaj Antoneta ishte edhe shumë kënaqësi që tani ta dish diçka Eva, ti Eva. Në qoftë se unë kam haruar ndonjë mua më falet se e din tani që unë me emrat edhe harroj. Po kemi haruar përgjithësia është e Ivës. E mbaj unë përgjithësinë. Faleminderit, uroj të shihemi sezonin e ardhshëm. Faleminderit. Po, verë sa më të bukur.